Pra të ndëruar shikues, të mërkurën mbyllet afati për subvencionimin e projekteve filmike, kanë mbetur edhe 2 ditë, po sigurisht të flasim për detajet me Blerta Zeqirin, drejtoreshën e Qendrës Kinematografike të Kosovës. Nuk e di, flasim edhe për shumën, për çmimet, nëse është rritur buxheti vlerë, se gjithmonë është kjo dëshira për më shumë buxhet për filmin. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Kjo është thirrje vjetore, po jo që bëhet për kinastët. Është thirrja vjetore, gjithmonë domethënë bëhet për të gjitha kategoritë filmike të cilat i kemi ne që i përkrahim, por si me thonë, sa i përket me u përgjigj te pyetja e parë te buxheti, ne gjithmonë kemi dëshirë edhe më shumë. Asnjëherë nuk është mjaftueshëm, nevojë për më shumë, sidomos kjo domethënë është për shkak të faktit se kemi me të vërtetë shumë talent edhe shumë projekte të mira që vinë, e filmi është diçka, domethënë një art që është shumë i shtrejtë për tu realizu, dhe kjo po na lën gjithmonë në fund të konkursit, me thonë pak si të paknaqur, sepse nuk po arrin të financohen të gjitha projektet e mira të cilat ja vlen. Sikur të kishim parë me bollëk, shumë më shumë ishin financu. Edhe shumë më të mirë filma kualitativ kishim me pas, apo jo? Edhe pse këta që dalin sigurisht janë shumë kualitativ, po dëshmonë edhe për festivale të ndryshme, po filmi është industri e shtrejtë, apo jo? Prodhimi i filmit është sport i shtrejtë. Shumë sport i shtrejtë, më i shtrejtë i sport, po më duket që ekziston kështu në mesin e sporteve dhe të kulturës edhe sportit. Por filmat mirë kemi gjithmonë, edhe tasht, me pak mjete e me shumë mjete, kështu e kemi dëshmu në botë se kemi talent edhe se mund të bëjmë, kemi rrëfimet mira cilat dim t'i tregojmë, edhe mendoj se për nga kualitetit tani më, të gjithë filmat tanë të cilët prodhohen me këto fonde pak e shumë, janë të nivelit botnor. Sa është buxheti për këtë vit? Buxheti për këtë vit është 2 milion euro, për gjithë vitin. Është më shumë se çka qenë gjithmonë? Po, është një vit i kaluar. Jo, vitin e kaluar ka qenë 1.600.000, tash është 2 milion. Do me thonë ka rritje, por po e them prap, ne filmi kërkon shumë më shumë. E kjo tash me si me thonë, si thot populli me ka qek shkojnë. Po mundohemi ka pak, do me thonë me ngritë fondet edhe me këqenë. 2 milion për sa filma shkojnë? A ka një kota për kaç filma artistik, për kaç dokumentar, për kaç filma të shkurt, të animuar mandi? Në fakt tasht me rregulloret e reja të gjitha vendimet janë miren nga juria vlerësuese edhe nga komisioni financiar. Në bazë të projekteve që vinë, të cilat i shqyrtojnë me shumë kujdes edhe i trajtojnë ashtu si duhet, do me thonë e din shumë sakt se sa buxheti duhet një filmi dhe në qoftë se nuk ka mundësi me ja dhonë buxhetin i cili është i mjaftueshëm jo për ta realizuar tetarin, por për me pa i film dritën, atëherë ka raste kur edhe nuk përkrahet fare, sepse është diçka që është krejt jashtë mundësive tona. Përderisa në të kaluamën ka pas raste që do me thonë kemi përkrah pak nga pak, si në një farë forme t'i bëjmë të kënaqur të gjithë, hajde pak tina, pak atina, po mandej që ka ndodhë në fund është se filmat nuk kanë arrit me u realizu. Kështu që për shkak të kësaj, tash si me thonë është ndru pak drejtimi, edhe ata filma që përkrahen në atë mënyrë që me qenë të sigurt që ata realizohen. Qofse nuk realizohen, pastaj ka producenti i cili ka fitua ato mjete, ka përgjegjësi për to dhe duhet. Po zakonisht për shembull, si ka shku, nëse si kemi pas asnjëherë buxhetin 2 milion, po ta zëm sa filma prisni që mund ta gjejmë për krahje, ta zëm film artistik ose nuk e di edhe të kategorive, zhanreve të tjera. Ndoshta duke u bazuar prej vitit kaluam, mund të themi se këto janë shumë kategori cilat konkurrojnë, po për shembull vitin e kaluam janë subvencionu 3 filma të metrazhit të gjatë, 3 filma tjerë të cilët kanë qenë bashkëprodhim minor, pastaj filma të shkurtër 7 ose 8, film të animuar 2, e tjera, do me thonë filma dokumentar, film gjatë dokumentar 2, të shkurt
2 a 3, se s'po më kujtohet tash saktë, e tjera. Do me thonë, në përgjithësi kanë qenë 33 projekte filmike, por jo të gjitha kanë qenë prodhim, një pjesë e madhe ka qenë edhe zhvillim, edhe mbështetje, do me thonë zhvillim projekti edhe zhvillim skenari. A mund të përshon për kurrëshin time, një projekt filmik që ka fituar vitin e kaluar, por s'është realizuar ende, të aplikoj edhe këtë vit edhe njëherë, që ta marrë edhe një shumë tjetër në mënyrë që ta arrijë ta përfundoj filmin? Duke e marrë parasysh se vitet e kaluara janë do bugjete me fond, do me thonë bugjete për film shumë të ulta dhe me ato bugjete filmat nuk kanë arrit me u realizu, edhe duke i pa gjithashtu përvojat e fondeve tjera botërore, të cilat japin fonde për prodhim, për pastaj japin fonde edhe për postproduksion që i themi ne, do me thonë për fazat të ndryshme të prodhimit, ne tash të kemi hapur mundësin dhe mund të aplikojnë edhe ata filmat të cilët kanë fituar njëherë fonde për prodhimin e filmit, por nuk ka pas ndoshta fondet të mjaftueshme për me u përfundu, me u kry pjesa e postproduksionit, kështu që e kem edhe këtë fazën tjetër ku filmat mund të aplikojnë për postproduksion. A vlasim për kriteret e janë ato të zakonshme standardet, apo ka një kriter ndryshe këtë vetë, sepse kene asët ata që janë të industrisë, kanë përshtypjen që i dini, presin thirrjet edhe aplikojnë, po paka shumë është atë kriteret. Kriteret janë të njëjta përafërsisht, do me thënë që nga hyrja në fuqi e ligjit të ri që ka pas nevojë me u ndryshu edhe me u bërë rregullore të reja, ato rregullore janë po të njëjta. Do me thënë kemi provu që me çdo mënyrë të krijojmë lehtësira sa më shumë për artistët edhe për shtëpitë filmike që do me thënë të kërkojmë ashtu si duhet të kërkohet. Ka pas raste për shembull një gjë që ka ndryshu prej të kaluarës tash është fakti se për shembull për filma dokumentar nuk është e domosdoshme të mos kenë filluar xhirimet, sepse e dim që janë projekte të cilat ndonjëherë është duke përcjell një personazh, ka idenë me bën një film dhe nuk duhet me prit derisa ti merr fondet e tani me fillu xhirimin. Në të kalumen ka qenë ndalume, domethënë s'ke guxuar me fillu xhirimin para se me i fitu fondin. E do kësi gjana lehtësirat cilat mendojmë se janë të mirë të projekteve filmike tasht i kemi. Sa pritni që ka me pas interesi është gjithmonë. Nuk e di, është një grupi njerëzve, sepse këta kinasti kemi, këta regjisorë, këta njerëz të këtij sektori kemi, se me thonë, edhe këta aplikojnë vazhdueshëm, apo jo? Po gjithashtu mund të kemi parasysh që del një gjenerat e re, apo jo? Ose dikush që ndërkohë ka punuar për një projekt të ri. Çdo vit ka janë ata të përgjithshme dhe të përveçme që vinë të ri, me thonë. Do me thonë, është një industri ku, po i them industria, po një form arti ku ka shumë talent, kështu që mundësi kanë të gjithë, këtë mund të them. Ajo që e bën interesant, mendoj, krejt këtë proces, është se çdo vit, për çdo konkurs, në fakt, juria ndryshohet dhe është juri krejt tjetër e cila thirret, juri profesionale, me nam botnor të cilat i shikojnë projektet, edhe të huaj. Sidomos për projektet e filmave të metrazhit të gjatë, të cilat edhe duhet të jenë të përkthyera në anglisht, kemi juri të huaj. Edhe ajo që ka mujt me vrejt, do me thonë se tasht kanë fillu edhe janë realizu filmat e partë, të cilët janë subvencionu në kohën kur unë e ka marrë detyrën, edhe po e vrej se në një farë forme kualiteti i filmave është rritur shumë, jo për shkak të se unë e ka marrë detyrën, por se ka hecur shumë përpara dhe me shumë shpejtësi teknologjia, do me thonë artistët janë shumë të informuar dhe filmat tash që i shikon, se i cili është më i mirë se tjetri dhe asnjëni nuk ngjan me tjetrin. Kjo është një diçka që është e re për ne, mendoj, sepse në të kalumen kemi pas, po kemi pas pak si një lloj filma. E vërtet, po. Pak a shumë për një zhanre të një tematike. Qashtu. E tasht kemi një larmi shumë të madhe dhe kjo më bën shumë krenare për filmin kosovar. Që po avancon, e përmendim kështu shumë shpesh realisht se cilin rrugtim të një filmi kosovar dhe po e shohim që ka një prezencë në për festivale, ka shpesh edhe çmime të fituara, ka një pëlqyeshmëri për filmin e Kosovës apo jo, për kinematografinë e Kosovës. Ky është një moment i artë që është një moment i artë që e ka kinematografia e Kosovës, sepse me sukseset që i ka pas me filmat e saj vitet e fundit, do me thonë ka qenë prezente në festivalet kryesore, ka fitu çmime në për to edhe jemi në fokus. Tash,
mund të them se është një nder i jashtëzakonshëm kur thu se je nga Kosova dhe e përfaqëson qendrën kinematografike të Kosovës dhe filma që prodhohen nga Kosova, sepse në një farë forme nga industria e filmit në Evropë, sidomos sytë mbesin të hapur dhe të drejtuar ka ne. E din që prej Kosovës tash pritet diçka e mirë. E kjo është një diçka e re që në të kalumen nuk është fort se ka qenë kështu. Se ka ndodhë. Edhe njërë është një pyetje të fundit, ose një detaj të fundit, aplikimi ose faza, ose konkursi përmbyllet të mërkurën, apo jo? Me datën 25... Nuk e di nëse është mes kinazëve kjo që ditën e fundit me apliku. E lënë kryesisht ditën e fundit, javën e fundit, me thonë. Po, mbyllet konkursi me datën 25 qershor deri në 12 të natës. Më duhet të them... është online gjithçka, po? është online gjithçka, po. Më duhet të them se, për me qenë korrekt me shikues dhe me ata që na shohin, sidomos me komunitetin ton, deri në mbrëmje ka pas shumë pak aplikime, edhe në qoftë se e shohim se nuk po arrin aplikime, do të na duhet me shty edhe pak afatin, por ta shohim se si po arrin aplikimet sot. Kjo është një mundësi e mirë që edhe kinasët se po besoj ata përgatiten gjatë gjithë vitit i kanë gati projektet, mund t'ju ketë ikur, si datë mbase, po janë edhe 2 ditë, kështu që shpejtoni, aplikoni, edhe që nuk e di nëse është fat kjo, është një mundësi më e mirë. Nëse ka më pak aplikime, është më shumë fat për ata, po, e vërtet, kanë më shumë mundësi. Kanë më shumë mundësi. Blerta, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Hajde po shkojmë po ndjekim edicionin e radhës të lajmeve.